e kun për të mësuar të ardhmen apo për të rrëfyer të kaluarën? Këtë pyetje ja kam bërë vetes shumë herë gjatë këtyre 17 viteve. Shumë njerëz më njohin si fallxore. Të tjerë më quajnë mashtruese. Disa besojnë tek unë, disa qeshin kur gjë çfarë punë bëj, po pas kaq shumë vitesh kam kuptuar një gjë. Njerëzit vinë jo vetëm për të marrë vesh çfarë ndodh në jetën e tyre, po edhe për të folur, sidomos për të folur, pastaj për të bërë keq dikujt tjetër. Në punën time si fallxore, sa u bën tani, jam bërë 17 vite e kusur, mbase se kam filluar herët shumë, kam dëgjuar sekrete që më kanë lënë pa gjumë. Histori që nuk do t'i harroj kurrë, histori tradhtie, histori akmarrje, histori dashurie, histori që më kanë bërë të qaj, po edhe nga ato që më kanë friksuar. Unë e kam nisur të zanat 29 vjeç, se e di që do fillojnë e do shajnë, po zanat është për mua, edhe për sa kohë ka njerëz që vinë, që më duan, që më sugjerojnë, sidomos ata që kthehen, kjo tregon se kjo e imja është një punë e mirëfillt, doni apo nuk doni ju. Në familjen time asnjë nuk merre me fall. Maksimumi, mami shikonte ndonjë filxhan me komshin, por që më shumë e bënin si sport, për kënaqësi, se sa e dinin realisht. Kishin disa fjalë tipike si ke një gjartë, ke rrugë, ke hasën, e kështu. Po, në të vërtet, vetëm sa lexonin disa shenja në filxhan edhe shtypnin kohën. Ndërsa unë e ktheva në profesion. Madje me filxhan kam parashikuar edhe vdekjen e mamas time. Asaj nuk e kam thënë këtë gjë sigurisht, por unë e dija. Në një lloj forme është një gjë e mirë se të përgatit, por prap humbja e nënës, dhimbja mbetet njësoj e madhe. Edhe pse e dija, prap nuk isha gati. Edhe ajo e dinte besoj se një nga ato pasdite kur ne pinim kafen dhe më kërkoi të shikoja filxhanin, ajo e para që diçka pash, se mua rrasyt, më morën mend. Ajo më pyeti, "Ç'a ka mami? Ç'a pe?" Unë i thash vetëm që më ra pak tensioni. Ajo qeshi, e kuptoj. Nuk folëm për ato episode, as filxhan nuk i pashme. Pas 3 muajsh, ajo vdiq. Më del shpesh në ëndër me filxhan në dorë. Po, vazhdojmë se unë nuk mbaroj me historitë e jetës time. Vazhdoj me historitë e tjera që edhe ato kanë lidhje me jetën time se janë pjesë e pandashme e punës edhe e jetës time. E nisa me historinë time dhe do ndalem vetëm pak se si nisi. Se thash që nuk ishte asnjë lidhje me fallin nga familja ime. Kishim një grua në qytet, ne, që njihej si fallxore. Vini nga çdo cep në fakt për të takuar. Ishte shumë e famshme në atë kohë, më e famshme mbase. Një kushira ime më çoi një ditë, edhe unë nuk isha shkuar asnjëherë, po ajo shkonte shpesh. Shkuam edhe hapi letrat. Ajo lexonte dorën, letrat, edhe kafen. Si unë, vetëm se dorën unë nuk kam qejf ta lexoj se është shumë e ngushtë, domethënë ka shumë të dhënë. Ka vetëm ato të përgjithshme, po që unë e përdor si hyrje me klientët, nuk e faturoj si shërbim. Kur shkuam atje ajo ishte plot me njerëz. Pritën në radhë për të futur, njerëzit hynin e dilnin nga shtëpia e saj gjatë gjithë ditës. Në fillim qeshja se nuk e besoja, më duke absurde. Po sa më shumë shija njerëzit, aq më shumë më gjepse, sepse ata e shihnin si perëndi. Radha na erdhi edhe neve, mua dhe kushërirës, na u futën bashkë. Unë e para, kushërira pas meje. Po ishim gjitur e nuk ishim ndonjë gjë për të fshehur me njëra tjetrën. Kur më pa mua ajo mbeti, diçka e stepi. Pa më ka për dorën, më pa drejtën e siem tha fiks kështu. Ti ke ardhur për një arsye sot, që ti nuk e di akoma, po të pret një ardhme si fallxore. Më e mirë se unë tha. Mbeta pa fjalë, nuk e kuptova. Pastaj kur më pa fatin, nisi të më tregonte se unë isha lindur për atë gjë dhe se edhe pse nuk e njihja si fush, ajo do më ndihmonte të praktikohesha sepse isha e dërguara speciale sipas saj. Burrit në atë kohë nuk i tregova gjë. Shkoja rregullisht te fallxorja edhe bashk nisëm edhe mësimet e para. Ajo shihte fatin, unë mësoja. Pastaj bënim praktik. Nuk do t'i them këtu si e bënin praktikën se ka sekretet e saj, po shumë shpejt unë bëra si ajo. Madje më e mirë, vetë ajo më thoshte. Punën e parë nisa tek ajo, kishim shumë klientë, ndanim bashkë. Si një vend që bën fajt, hakun time me rënë.
burri në fillim nuk ishte dakord. Po kur çoja lekët e para në shtëpi, edhe nuk ishin pak, ishin gati 50.000 lekë në ditë, sa minimumi unë kisha 10-15 veta. Çmimet varionin atë kohë, nga 2.000 lekë të vjetra deri në 5.000 lekë. 2.000 lekë kishin vetëm dorën, ndërsa 5.000 lekë letrat ose filxhanin. Në varësi se çfarë donin klientët. Pastaj mësuesja ime vdiq edhe më desh mua që të përdorej shtëpi në orare të limituara. Kur shkonin fëmijët në shkollë edhe burri në punë, unë 9 me 3 shihja fatin. Kur ajo ndërroi jetë, shumë nga klientët e saj filluan të më kërkonin mua. Tani kam një zyrë time në shtëpi sërish, por ka një hyrje tjetër veçmas nga familja, që edhe ata të mos vijnë në siklet, por as klientët, sepse shumica e tyre nuk duan të shihen, edhe unë respektoj privatësinë. Për çfarë vjen kryesisht? Vijnë për çdo gjë. Kam klientët e rregullta, se janë gra më shumë, por edhe burra, pse të gënjejnë, ka edhe shumë burra, po pjesa më e madhe janë gra. Po një gjë është shumë interesante për ata që nuk besojnë. Është se nëse do më pyesni sot se cilët janë klientët që vinë më shpesh, përgjigjja mund të ambis. Sepse ndryshe sa mund të mendoni, nuk janë njerëz të varfër, as ata pa shkollë, as ata që nuk dinë çfarë të bëjnë me jetën e tyre, janë njerëz të ngritur me para, me shkollë, biznesmen, jurist, politikan, madje edhe njerëz që në televizor flasin kundër fallxhorëve. Nuk vinë. Po i qeshni. Po ajo që i bashkon të gjithë, në mos njërin më shumë e tjetrin më pak, janë hallet e dashurisë, lekëve edhe magjive. Sa më vinë më kërkojnë të bëj magji, edhe se merrin dot me mendje. Po to kaloj edhe atje te kërkesat që më kanë bërë, që më kanë çuditur edhe mua. Patjetër që i kanë nxjerrë jashtë, se nuk hyn në gjuna e unë jam aty për të lexuar fatin, të ardhmen, të jap një zgjidhje nga ajo që shoh, jo të bëj diçka që të ndryshoj rrjedhën e fatit. Pyetja më e shpesh që më bëhet, sepse unë pyes fillimisht pse ka ardhur, është a më tradhton burri? A më drejt gruaja? Një kliente që më ka ardhur disa herë, s'po jap shumë detaje për të, se është ngritur në profesion. Ishte fiksuar se tradhtonte burri, po keq fare. Edhe më shihja që diçka nuk shkonte, po nuk ja vija dot emrin tradhti. Po diçka që nuk shkonte me burrin e saj e shihja. Edhe sigurisht që unë nuk gënjej, se ka që thonë ti shkatron familje që u thua grave të tradhton burri. Jo, miqtë mi, burra tradhtojnë. Dhe unë jo them se gratë pra të vinë, nuk shtik gjera unë, jo. Se tradhton burrin apo gruan, mua letrat më nxjerrin. Ka një arsye pse ajo grua apo ai burr vjen tek unë. Edhe detyra ime, puna ime, është të tregoj të vërtetën, si në rastin e kësaj klientes. I thashun që shoh diçka të tradhton, po jo një tradhti e zakonshme, nuk e lexoja dot qartë, ose më saktë nuk e besoja dot atë që shikoja. Ajo ishte një tradhti e pazakonshme, ishte e dyfisht nga të dykra. Dhe kjo sepse burri e tradhtonte me motrën. Po ai shkonte me kunatën e tij. E ja thashun, se besoj, madje nisi me të shora. Zbrazë, më kërkova të largohej edhe të kthehej sërish. Që ndodhi, thoni ju. Erdhi edhe më tha që kisha të drejtë. E kishte kapur burrin me motrën në krevatin e saj, në dhomën ngjitur me atë të fëmijëve. E jam thoni ju mua, e shpëton jetën fallxhore apo e prish? Që do një burr që të tradhton me motrën? Se që të tradhton është një gjë, po me motrën? Këto të tradhtive që dyshojnë janë shumë, po janë edhe më shumë ata që hedhin emrin në filxhan të dikujt edhe duan të dinë më shumë. Njëra krushka për krushkën, jo vetëm që donte të dinte në një sekret të saj, po më kërkoi t'i bëja edhe magji, sepse sipas saj nuk shkonte mirë me vajzën. Patjetër që kjo nuk është puna ime. Por problemet familjare janë ato më të shpeshtat, edhe puna sigurisht duan të dinë, a do ju rrëtet rroga, a do kjo një punë më të mirë. Edhe ajo e tradhtive, për shembull një burr kishte 2 familje. Dhe mua më dilnin 2 kurora në filxhan. Që në momentin e parë që e pash e kuptova, dalin të gjitha në filxhan. Nuk i shesh dot, edhe në letra, për filxhani është më i saktë, ose më i drejt për drejt. Po magjita arrin t'i dallosh? Po, jo tamam, nuk identifikoj dot nga kush janë bërë, si janë bërë e kështu. Po, që ka një ngecje, një pengesë, një retëzes, atë po, edhe e shoh qatë. Kur e kam parë unë, u kam thënë njerëzve. Edhe i kam drejtuar në vende të mira, sepse unë të thash nuk di të bëj magji, as të zgjidh magji. Nuk është puna ime është lexoj fatin. Ke parë vdekjen e dikujt përveç nënës tënde? Kam parë shumë fatkeqësi.
shumë vdekje, shumë sëmundje. Vdekje që kam parë edhe fatkeqësit në familje nuk i kam thënë troç. Tani si mund të thuash një nëne që do të ikë me i shtrenti fëmija ytë. Apo një fëmijë, një adoleshente me erdhi një ditë, unë edhe këto minorenët nuk i pranoj, por pra të me erdhi keq sepse kishte ardhur për nënën, e kishte sëmurë dhe donte të dinte nëse do ta luftonte. Mua më doli tek letrat që tek e para, nuk ja thash dot, i thash vetëm se nuk e shikoja e qartë edhe ti qëndronte pranë. Një rast më ka pikur, nuk e harroj sot kem jetë. Ishte një vajzë e sapo martuar. Ajo erdhi se donte të dinte në përgjithësi do t'i shkonte jeta punët, ishte aq e bukur, saqë që kur më hyri në derë, më duk si përëndesh. Dhe unë kam frikë nga bukurit e tilla, sepse ka një hije që nuk është e zakonshme për këtë tokë. Asaj pash filxhanin, e pash diçka do t'i ndodhte, por nuk e pranoja dot. I thash, do të shikoj edhe letrat një herë falas, në letra më keq akoma. Skaloj shumë edhe pash në lajme një aksident tragjik. E njoha me një herë, qava për ta. Hera e parë që qaja për një kliente. O pastaj një grua që kërkon të burrin. A e kishte ikur në emigrim, kishte humbur kontaktet me të, edhe të gjithë i thoni që t'ka braktisur. Do ua gjej këtë rastin ta merrni se kishte një histori shumë të dhimbshme. Ajo kërkonte dhe unë e pash që ai nuk ishte kthyer tek ajo, jo se kishte braktisur. Madje në filxhan dilte aq bukur, duke që ishin dashur shumë, por ai kishte humbur jetën në një aksident në punë dhe ata e kishin mbajtur të fshehur. Ajo kur e dëgjoi u lirua se ai nuk e kishte braktisur, po pësoi një humbje të madhe dhe nisi një betejë ligjore me shtetin ku ai kishte humbur jetën. Edhe e gjetën pastaj. Ja, kjo është fuqia e një falli, një fallxhoreje, se nuk jemi magjistare si na thonë, e na përçmojnë, e fshoras i prapdin. Më the që vinin edhe burrat, po ata përse vinë? Shumica dyshojnë të gratë. Njëri për shembull dyshonte që fëmia nuk ishte e tij. Letrat më thanë që gaboj, pa ai nuk bindej. Ka ardhur mbi 5 herë më thoshte mi shjere një herë. Ishte i sëmurë, besoj. Unë i thoja, nuk shikoj gjë, dhe vërtet nuk shikoja, ajo vinte prapë. Ndërsa të tjerë pastaj vinë për bizneset, këta janë të preferuarit e mirë, janë lek ata. Mjafton të thuar ca fjalë të mira dhe kur nuk i shikon në letra, edhe ata dorovisin shumë. Mos e kuptoni, unë nuk gënjej, po pak motivi, sidomos për ata që kanë biznese nuk bën keq. Se mendje gjë e madhe thonë. Mendo pozitivisht dhe gjërat mira vinë, ja shikojnë në këtë aspekt. Vinë edhe të njohur. Vita? Po, pse çka kujtoni, ore jam i famshme unë, më ka bekuar ajo që më mësoi dhe jam më e mira. Të gjithë e këndojnë, po kam klientel të rregullt. Edhe vinë se nuk kanë frikë se flas, vinë pa frikë. Se kanë dalë disa raste që më ashtronin po unë patjetër që paguam, sepse harxoj kohë, por nuk më ashtroi asgjë. Në fushata më vinë shumë, po vinë edhe gratë e tyre, po edhe burrat. Po në fushata i kam nderuar, thua kam gjetur. Njëri nuk hyri deputet e i thash, i ku gjithë nervaj, s'me le as bakshish. Kur nuk doli, thash, ashtu bë mirë, se s'me besove. Se janë disa që vinë me dyshim, unë i dalloj direkt e ua them. Ata rrinë në siklet, po kur u nxjerr pastaj rrinë si pulat lagura, aty fillojnë hapen, sepse duhet të kuptojmë diçka që ata duhet të flasin, që unë t'i ndihmoj. Njerëzit që qëndrojnë të mbyllur nuk mund t'i them shumë gjëra. Vinë ta që blejnë çfarë do ju them, janë këta që dyshojnë, po pastaj lirohen ata. Ke parë gjëra që nuk po ke thënë përveç fatkeqësive? Unë shikoj shumë, po nuk paragjykoj. Shikoj shumë tradhti dhe nuk o them. Pra, klienti që tradhton, klient që vjedhin, ose që kanë bërë një mëkat të rëndë. Nuk o them sepse ata kanë një arsye që vinë, edhe nëse nuk duan të flasin për atë gjë, unë nuk jam psikologe. Çfarë do t'i thoja unë një gruaje për shembull që ishte sa mosha ime dhe e pash që tradhtonte burrin, sa dhe fare lexova. Po ç'ti thoja unë, ti e tradhton? Ajo e di që tradhton. Nuk është kjo puna ime. Ndryshon kur më pyet për martesën, raporte, dhe unë me diplomaci i tregova për të dyja gjërat. U kuptuam në heshtje. Kuptohemi në heshtje me të.